22 marsi kremtohet nga të gjithë besimtarët Bektashin si festa e Sultan Nevruzit. Qindra besimtarë janë drejtuar selisë së shenjtë të kryegjyshatës botërore të Bektashinëve për ceremoninë tradicionale fetare, e cila u mbajt nga kreu i komunitetit të Bektashinëve, Baba Edmond Brahimaj. Ashtu siç është bërë zakon, në mjediset e selisë së shenjtë të kryegjyshatës botërore bektashiane kanë uruar dhe drejtues së lartë të politikës. Është dita e ringjalljes, është dita e shpresës, është një ditë që na motivon edhe më shumë për të ruajtur dhe forcuar bashkëjetesën dhe harmoninë e shkëlqyer ndërfetare që kemi në vendin tonë, që është një pasuri kaq e çmuar në këto kohë të vështira dhe të trazuara. Dhe me këtë rast uroj edhe një herë gëzuar këtë ditë të shenjtë të gjithë besimtarëve Bektashin, por edhe të gjithë qytetarëve tanë. Kjo ditë cilësohet në mbar botën aleviane si dita e fisnikërisë bektashiane dhe dita e ringjalljes së madhe duke bërë bashkë të gjithë brezat. Sot kemi ardhur se është dita e Sultan Nevruzit. Edhe e festojmë, edhe nga mod na zënë të gëzuar. E kemi festuar edhe që në kohët e Enverit. Babi na therë të kaposhin, jynte në kasole e therë të kaposhin, na bënte neve ballin me gjak. Edhe ne vazhdojmë këtë traditë, edhe sot e kësaj ditë. Kjo simbolizon krijimin e gjithë krijesave që lutem para Allahut dhe lindjen e Mamaliut. Gëzuar dhe për shumë vjet ditën e Sultan Nevruzit të lindjes së të Madhit Ali. Ku do ta festoni festën sot? Ne festën do e festojmë këtu në ambientet e kryegjyshatës, se jemi Bektashi. Kam ardhur në selinë e shenjtë pasi është ditë e shënuar, është festë dhe do kryejmë ritualet e kësaj feste. Me kë ke ardhur këtu? Kam ardhur me gjyshin dhe gjyshen. Gëzuar Sultan Nevruzin për gjithë edhe një vit edhe u shkoft një vit sa më i mbar. Shumë. Sot u kënaqja, ishte ditë e bukur që kalova. Festa përkoi me 25 vjetorin e selisë së shenjtë, ku qindra besimtar vizituan ambientet e rikonstruktuara përfshirë këtu edhe muzeun e Bektashinëve.